pika e 3 e rendititës është shqyrtimi në parimi projekt ligjit nr 10L027 për lojrat mezetare 21 Prishtina 2030. Atëherë, i nderuar ministër, edhe njerë mirëseardhje dhe fjala për juve. Faleminderit shumë, të nderuar anëtarë të komisionit, të nderuar të pranishëm. Para jush me lejoni të paraqes një ekspozit të shkurtër lidhur me projekt ligjin për lojrat mezetare Prishtina 2030, duke pasur parasysh se sporti është një ndër prioritetet e Republikës së Kosovës. Ministria e Sportit dhe Rinisë në kuadër të mandatit të saj ka parapar hartimin e këtij projekt ligji. Për herë të parë në historinë e saj, Kosova do të jetë një koqire e lojrave mezetare, ngjarja më e madhe sportive e organizuar deri më sot në vendin tonë. Ky projekt ligj është në interes të lartë publik dhe kombëtar, i cili përveç forcimit të infrastrukturës sportive dhe zhvillimit ekonomik, e vendos Kosovën në hartën ndërkombëtare si një vend që organizon ngjarje të mëdha, si dhe përfaqëson një investim të rëndësishëm në zhvillimin e të rinjve, avancimin e sportit dhe forcimin e imazhit të shtetit. Ky ligj ka për qëllim përcaktimin e rregullave dhe procedurave, si dhe të detyrave e përgjegjësive të institucioneve shtetërore dhe subjekteve të tjera në lidhje me organizimin dhe funksionimin e edicionit 21 të lojrave mezetare Prishtina 2030. Përmes këtij ligji, Qeveria e Republikës së Kosovës do të miratoj shfrytëzimin e fondeve publike për organizimin e lojrave mezetare në shumën prej të paktën 253.445.501 euro. E thash precis shifrën. Ky projekt ligj rregullon gjithashtu kompetencat e Komitetit Olimpik të Kosovës, të komunës së Prishtinës, si dhe të komunave të tjera, të cilat do të përmbushin obligimet e tyre në raport me organizimin e lojrave mezetare Prishtina 2030. Në përputhje me mbështetjen financiare të garantuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës në dokumentin e kandidaturës, burimi kryesor i financimit për organizimin e lojrave mezetare do të jetë buxheti i shtetit të Republikës së Kosovës. Republika e Kosovës, përkatësisht Ministria e Sportit dhe Rinisë, e ka sportin prioritet, duke pasur parasysh se Kosova tashmë ka marrë përsipër organizimin e këtyre lojrave, që do të mbahen në vitin 2030, është domosdoshme adresimi i një sër kërkesash obligative, ndër të cilat është krijimi i kushteve sa më të mira për zhvillimin e ngjarjeve sportive në vend. Gjithashtu, konsiderojmë se përmes këtij projekt ligji do të krijohen mekanizma adekuat për organizimin e ngjarjeve sportive, duke paraparë bashkëpunimin institucional dhe duke siguruar që të ndërmerren të gjitha masat e nevojshme për realizimin sa më të suksesshëm të tyre. Duke pasur parasysh rëndësinë e këtij projekt ligji, ju ftoj që të votoni për miratimin e tij. Ju falenderoj. Faleminderit për prezantimin, nderuar ministër. A ka dikush të diskutoj? Po, na, Arje. Faleminderit i nderuar kryetar, i nderuar ministër, faleminderit për prezencën, mirë se vjen në komisionin tonë. Për hir të rëndësisë, më duhet të përmend se ky projekt ligj është miratuar në legjislaturën e 8 nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, është trajtuar në komisionin e atëhershëm funksional për sport dhe ne si deputet i kemi ndjekur të gjitha procedurat të cilat kërkojnë me rregullorën e punës së Kuvendit deri në miratimin e këtij projekt ligji. Pra kemi bërë dëgjimet publike, kemi pas prezencën ligjore të Kuvendit, jemi konsultuar pra me ekspertët ligjor dhe duke pas parasysh lajmin jashtëzakonisht pozitiv që Kosova do të jetë organizatore lojrave mezetare, në fakt kemi pas edhe një konsenzus që ky projekt ligj të procedohet me shpejtësi në mënyrë që ky event të mos pengohet në asnjë mënyrë, por përkundrazi të mbështetet nga institucionet. Të gjithë e dim se ky projekt ligj nuk është kontestuar për përmbajtjen e tij, domethënë është kontestuar vetëm procedura e votimit në seancë në lexim të dytë dhe shumë mirë që e kemi sot në mundësi me trajtu në komision. Kisha shpreh dëshirën që ky projekt ligj të votohet edhe sot, edhe të punojmë me intensitet të shtuar pasi që është i domosdoshëm që të miratohet sa më shpejt, edhe thënë të drejtën është për keqardhje që një projekt ligji një rëndësie të tillë ka përfunduar në gjykatën kushtetuese, por shpresoj që këtu e tutje nisi komision në mes të dy leximeve nëse do të ketë nevojë të amandamentojmë diçka, por sa më parë të krijojmë një kohezion të tillë që ky projekt ligj të votohet në Kuvend, edhe veç me uru punë të mbar ministrisë në organizimin e lojrave shumë të rëndësishme për vendin. Faleminderit.
Faleminderit Arieta, dikush tjetër për diskutim? Okej, edhe njëherë faleminderit shumë ministër për prezantimin e ligjit, faleminderit Arietës që elaboroi në pika të shkurta lidhur me ecurinë e projekt ligjit dhe po shpresoj se projekt ligji do ta merr miratimin edhe në kuvent, pasi që siç e tha edhe kolegja që nuk ka pas probleme lidhur me diçka përballësore, por me kohën. Atëre, para se me e zgjat më shumë diskutimin, unë po kërkoj prej të gjithë anëtarëve të cilët janë prezent ta hedhin pra në votim ligjin dhe ta dërgojnë për lexim të parë në kuvent. Pra, edhe një herë, kush është për projekt ligjin për lojrat mesdhetare Nistëni Prishtina 2030? Ju faleminderit. Atëre, projekt ligji kalon për në kuvent me 7 vota për, kundër, abstenim. Do të thënë me 7 vota për dhe 1 abstenim, projekt ligji kalon për lexim parë në Kuvendin e Republikës Kosovës. Faleminderit shumë. I nderuar ministër, ju faleminderit për edhe një herë për prezantimin, me qenë se ne e kemi tash në pikën e 4 shërtimi i planit punës së Komisionit për sesionin pranor 2026, juve ju lirojmë nga komisioni. Ju faleminderit shumë. Faleminderit shumë.